Mirëmbrëma miq të News 24 dhe mirë se erdhët këtë të diel në programin Sport News Plus. Edhe pse janë ditët e fundit të vitit, Superliga nuk ka ndërmend të ndalet, madje ka dhuruar vërtet shumë surpriza pasi ka mbyllur dhe javën e 11 të saj. Ne për të gjitha këto do të flasim ditën e sotme, për të gjitha surprizat, golat të shënuar, rezultatet, të gjithë tabelën e klasifikimit me Vllaznin që është në krye, gjithashtu dhe për humbjen e Kukësit ndaj Partizanit me rezultatin 4-1 që solli dhe largimin nga Pakina, pra dorëheqjen dhe pranuar dhe nga klubi të trajnerit Skënder Gega. Do ta nisim pikërisht këtu, duke prezantuar përpara të ftuarit që kam në studio. Matko Djarmati, drejtor sportiv i Vllaznis, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Faruk Sejdini, trajner, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Igli Allmuça, trajner, mirëmbrëma, mirë se erdhe, dhe Ardi Mema, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Do të kemi edhe në lidhje Skype me njëherë dhe presidentin e nderit të Kukësit, zotin Safet Gjici. Mirëmbrëma, zoti Gjici. Mirëmbrëma. Dua ta nis me njëherë me pyetjen e parë. Kush u bëri më shumë përshtypje, largimi i Gegës apo humbja ndaj Partizanit me rezultatin 4-1? Në fakt, fare humbja me Partizanin 4-1, sepse për i vërtetës mund të them që Gega ka qenë një nga trajnerët, nga gjithë trajnerët që kanë pasur, edhe pse ishte me Covid, në kohën që ishte me Covid, ka kërkuar disa herë dorëheqje. Pra kam parë një njeri shumë përgjegjshëm, me një përgjegjësi shumë të lartë, fakt, nga Gega, dhe edhe pse ne dhe klubi s'e ka pranuar dorëheqjen në kohën që ishte me Covid, dhe dorëheqjet që kërkoi e bëri sot, mendoj që ishte nxituar pak, sepse ne nuk është se jemi as mes kampionatit, as në fund kampionatit, pra ka ndeshje sa duash, natyrisht që nuk është faj dhe vetëm përgjegjësia e Gegës humbja me Partizan, është edhe lojtarëve, sepse trajneri nuk i ka gjitha përgjegjësitë, por në fakt lojtarët nuk ndrohen dhe zakonisht trajnerën e marrin përgjegjësinë dhe vetë dorëheqjen ose edhe shkarkohen, por mund të them që më ka ardhur sepse realisht, nga ditët që ka ardhur Gega deri më sot, ne kemi pasur një marrëdhënie të shkëlqyer me njëri tjetrin, pa diskutim që futboll nga herë dhe stet, dhe s'ke pak, pa shka se ati ndodhi edhe Covid-i dhe natyrisht që do ishte mirë në fakt kur u kthy dhe e kaloi, dhe kjo ishte gjë e më e rëndësishme në fakt, që e kaloi Covid-in, edhe pse kërkoi dorëheqje me një përgjegjësi të jashtëzakonshme që ai ishte duke e vujtur Covid-in, pra diskutoi jeta dhe thoshte që të dorëhiqem se mos marr në qafë klubin dhe ekipin, sepse nuk më ndihet puna ime. Kjo ka qenë gjëja më prekse që më ka prek Gega dhe me edhe keq në fakt që nuk i shkuan gjërat mirë, por gjithsesi ai kishte vendosur dhe kështu që klubi ka mirakuar dorëheqjen e tij. Edhe juroj suksese kudo që të shkojë, kudo që të jetë. Natyrisht Kuksi është aty dhe një trajner si Gega besoi që Kuksi përsëri do ta shikojë mundësinë të ardhmen edhe pse mund të rikthehet përsëri siç kemi bërë e kemi rikthyer disa trajnerë tjerë. Pra nuk ishte asnjë shans që në një farë mënyrë të ndryshonit mendjen Gegës që të qëndronte në pankinë? Faktikisht ai ishte vendosur dhe drejtori i klubit i kishte thënë përpara se më vendjeni mua që unë edhe lojtarëve madje dhe unë nuk do të rrim në pankinën e Kuksit, sepse e shoh që nuk po më hec, nuk po kam ato rezultate që Kuksi realisht pret dhe objektivin që ka për të realizuar dhe unë e vlerësoj shumë fakt si gjest, sepse thashtë edhe herë kur kërkonte dorëheqjen në kohën që ishte me Covid dhe thoshte po marr qafë ekipin, domethënë imagjinoni se sa shpresor, shif shëndetin për lere e dava sporti, se sporti vjen prap. Pra, ideja ishte që kishte një ndjenjë përgjegjësie, pra kur merrte një gjë përsipër e merrte me përgjegjësi. Dhe natyrisht që nuk e fajsoi 100% Gegën, por çfarë ndodhi sot me Partizan, kishte shumë lojtarë aty që kanë përgjegjësi thonë. Mirë, e keni menduar se kush do të jetë pasuesi i Gegës, ndoshta Hallaçi tashmë si trajner i parë? Natyrisht Hallaçi do vazhdoj, sepse ai ka qenë zëvendëstar dhe ai do vazhdoj, por do ta shikojmë gjatë rrugës. Do shikojmë duke parë, duke bërë, sepse trajneri sot Shqipëri shumë vështirë për gjetur ashtu si duhet. Në fakt, por ne kemi në fakt Hallaçi dhe Hallaçi i eci mirë një farë për udhë që si ishte Gega dhe uroj që t'i ecë përsëri mirë dhe them që po që se do ketë rezultate, pa diskutim ne nuk do bëjmë shumë ndryme trajnerë, se me këto ndryme trajnerë shpesh
Natyrisht ka pas rrugë që kemi hes më mirë, por ka pas rrugë që nuk kemi hes dhe as mirë. Kështu që unë do i këshilloj klubit që ta provonte Allahin dhe të shikonin më. Pas përfundimit të takimit, Skënder Gega u shpreh për Supersport që ekipi ka nevojë për përforcime në çdo repart. Ndani edhe ju të njëjtin mendim me të? Po natyrisht ekipin profesor Gega ka pas bërë, por pa diskutim që ka nevojë. Kur u bë ekipi, u bë si u bë dhe realisht ekipi është komplet i ri, i formatuar për veç 2-3 lojtarë që kanë qenë atje. Në fillimisht sam që ky ekip s'ban u shkatru Kuksi e tjera, por ekipi në fakt është aty. Dhe po shikojsh dhe sot, të dalish para portë në disa raste dhe mos shënosh, nuk është faj i gjithë ekipit në kuptimin e ekipit ndërsi. Por natyrisht që disa blerje në disa reparta, po që se do ketë lojtarë që bëjnë diferencën, Kuksi patjetër që mund t'i shikojë dhe mund t'i afrojë. Kjo është Avioni të besoni te ky grup qofte edhe me disa përforcime të sugjeruara që do jetë aty për titullin kampion? Absolutisht. Kuksi ka lojtarë cilësor. Ju keni parë 5 ndeshje në fakt kur fillimisht e filluan shumë dobët dhe ne e priqim këtë gjë, sepse gjithë lojtarët ishin 3, po jo 3 në moshë, në fakt në eksperiencë që kishim me ekipet tjerë, po 3 te Kuksi. Dhe ne e dishim që 4-5 javë të parë do kemi këto rezultate që kishim. E pastaj shpërthej dhe unë besoj që Kuksi e ka takshmo ekipin, por natyrisht në një përforcim i vogël, ndoshta mbrojtje, ndoshta në sulm, nuk e di, janë specialistët e klubit ata që do të veprojnë, por 2-3 përforcime mund që edhe t'i kërkoj ekipi Kuksit dhe Kuksi e ka ekipin shumë të mirë. Pa diskutim sot se ka raste për shembull që Fjalave me Tiranën ne ishim të fituar. Ne humbi arbitrin ndeshjen, ne volli arbitrin. Po s'do të merrem shumë me këtë gjë sepse ne jemi marrë në rrugë zyrtare, kështu që ka disa ndeshje që dhe s'ke fat, bën lojën dhe si puna sot. Pjesën e parë gjithë lojën e bëri Kuksi një eshkun por dhe shënuan gol dhe Partizan. Kështu që futbolli është dhe fat, por gjithsesi unë them që Kuksi i ka elementet cilësor brenda ekipit për të realizuar objektivet që ka. Mirë, zoti Gjizit, falenderoj shumë për këtë lidhje me Skype. Ju uroj shumë suksese në vazhdimet e për Kuksin dhe në punën tuaj dhe gëzuar festat. Gëzuar festat dhe ju, faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Mirë, përpara se të futemi në brendësitë të Superligës dhe të gjitha rezultateve që ka prodhuar java e 11, të pyes ty profesor, meqense ke kohë pa ardhur në studio, ti bëjmë vetëm pak një analizë kësaj punës së trajnerëve. U dukte sikur Gega e kishte më solide le të themi pankinën, por Gega dorëhiqet në këtë moment. Unë se kuptoj fare herë, unë s'mora vesh që ata presidenti i Gjisi, them drejtën. Ekipi shumë i mirë. Trajneri ideal. Rezultatet nuk i pëlqejnë, për mu rezultatet e normale, se ja dhe u rap një neshe, s'ka. Trajneri i të shti, unë të stit të shkruj, nuk di ta përkthej, as ti ta shpjegoj. Mirë, këtë si pas Gjitsit, dhe gjithashtu dhe Gega ka deklaruar që ishte një dorëheqje. Pra... Dakord se jenë mësu me këtë dorëheqje, ne, së është ase reja se pa pritur. Po ama, si që dorëheqje, si mas Gjitsit, se unë prapë nuk jam brëndësi, si mas presidentit Gjitsit, që për para ka kërku dorëheqjen. Jam me Covid, mos marrë më qafë ekipin. Të shikit, marrë më qafë ekipin, me Covid do të t'i njësësh Covidin. Si a njëti Covidin se ne ti në shpi, po më punën shumë mirë. Kështu përkthehet. Të shti, edhe këtë se kuptoj, do të ka kërku dorëheqjen ku ishte me Covid. Po mirë u smu, edhe i Lirdaj u smu. Suponsojmë. Edhe, është aty, mbaroj Covidi, edhe lojtarë që janë smurë. Që do hikim gjithë lojtarët që u smurë. Po smurën 2 javë, do vinë javë në 3, javë në 4, shumë e radhë, se të shti, ne me këtë lloj situate po jetojmë. Kështu që këtë nuk e kuptova dot, nuk e di, a ka pas problemi individual, a me të vërtet... Ja, farë një mendim tjetër nga... Ju mbush mondja
që unë se bëjt do të se s'me hecën puna, as kam shansë, as kam fatë, tjera, po... Si e kuptove këtë dërheqjen e Gegës? Vjen pas një humbje me Partizani, rival direkt, 4-1, kështu që... Informacionet që morëm neve, i morëm drejt për drejt nga presidenti. Dhe presidenti u shprej që trajneri Gega ka dhënë dërheqjen, pa ju detajeve për historikun që shpjegoi presidenti. Dërheqja ka momente trajneri për një humbje, si që mund të quj, që për mu sështë në i qamet i mod, po e quj tragjike në thonjësa, ka momente disiluzioni trajneri, mërzitet, mund t'iki trajneri edhe për një rezultat 1-0. Ashtu e dha ikën, e dërë tu jam fare dakord. Edhe ndodhin, janë fenomene që ka ndodhur. Nëse ndodhin, profesor, se këte po shpjegoja, nëse ka ndodhur me një lloj mirë kuptimi, s'ka asgjë. Një, dakord po. Nëse ka ndodhur diçka tjetër që krijojmë iluzionet tash, unë nuk e kryej dot, sepse si kam këtë lloj informacioni. Dakord, edhe unë i kërkoj falje se ndosha e zgjata këto po si analizë në koncepte. Jo së është fenomeni pa njohur, që janë vendosur në presion trajnerët dhe kanë ikur, ndoshta dhe janë shkarkuar edhe në momentet të mira. Ekziston si fenomen, por gjithsesi, në këtë rast, ai ka vendosur që t'japi dërheqjen, është pranuar nga klubi, me konsensus, me mirëkuptim, dhe këto që po bëjmë ne janë hipoteza. Gjithsesi, sa i kushton Kuksit në këtë moment, domethënë fakti që ndryshohet trajneri? Dy gjëra do të thoja, më erdhi mirë në mënyrën se si artikuloi presidenti, sepse i tha ishte disi e parakoshme, edhe domethënë tregoi për korreksinë e trajnerit dhe gjitha me radhë. Domethënë ai trajner ka pas edhe vlerë, sepse vlerat e trajnerit nuk janë thjesht që si mënyrën si e stërvit, apati apo s'pati fat, sepse këtë janë fati është domethënë është udhëtar i jetës, jo vetëm në futboll, por në çdo fushë. Dhe mendoj që Gega ka bërë mirë për shembull Mercaton, bashkë me presidentin edhe me drejtorin. Dhe ndoshta një trajner i tjetër që do vi ke ai ekip, ndoshta mundet të jetë komod të flas për sa i përket elementeve që ka brenda Kuksi. Dhe mendoj që Kuksi do jetë prapë për luftë për titull, sepse i ka element shumë mirë brenda grupit, por që kjo situatë është do kalohet, sepse çdo gjë nuk është Kuksi apo Tirana apo Partizani para që ndron një trajner. Sigurisht është edhe ende herët për të folur, pasi do vijojnë. Ka një pikë nisje, ka edhe një mbarim. Domethënë, ndoshta trajneri mund të bëjë diçka më mirë se trajneri paraardhës, ose mund të ketë fat, po themi, se gjithë mundohen të bëjnë punët e veta ashtu si duhet. Mirë, do të rikthehemi për të folur dhe për Partizanin dhe për Kuksin, po më pari hedhim një sy të gjitha tabelës së rezultateve që ka prodhuar java e 11. Bylis ka fituar ndaj Apollonis me rezultatin 3-1, Kastrioti ka fituar me rezultatin 1-0. Me Laçi, Vllaznia 5-1 me Skënderbeun, ashtu siç e tham, Partizani ka fituar ndaj Kuksit me rezultatin 4-1 dhe Teuta Tirana Barazim 1-1. Ndërkohë i hedhim edhe një sy tabelës së klasifikimit që udhëhiqet nga Vllaznia e vendit të parë me 25 pikë, është Partizani i vendit të dytë me 19 pikë, për të vjuar më pas me Teutën e vendit të tretë me 17 pikë, po aq pikë ka dhe Kuksi i vendit të katërt, më pas pozicionohet në vend të pesë Kastrioti, e ndikur nga Tirana, Laçi, Bylis dhe në fund tabela e renditjes mbyllet me Skënderbeun dhe Apollonin. Tani është momenti që të flasim për Vllaznin, por më parë të pyesim Djarmatin. Mos më thuaj atë shprehjen klishet, ti shohim ndeshjet radh pas radhe, ndeshje pas ndeshje, sepse tani besoj me kaq pikë të shkëputura në krye të renditjes, me këto rezultate fantastike Vllaznia e ka konfirmuar veten për titull. Po shoh tabela me edhe më mungon 8 pikë pa besueshme. Do ishte më mirë çik pikë më Nuk mjaftoheni as me 25 pikë me këtë shkëputje. Gjithmonë në futboll ti mungon 1 ose 2 pikë, gjithmonë. Edhe në fund sezoni gjithmonë ti mungon 1 ose 2 pikë. Nuk do të ndryshoj mendje, isha tu para 3 jave dhe nuk do të ndryshoj mendjen time, jemi absolutisht një ekip ndërtuar për Kupat e Evropës, të flas nga dita pare dhe se nuk dalim në Kupat e Evropës do jetë një dështim për mu personalisht, por edhe për stafin teknik, pse mendojnë kemi ndërtu një skuadër me 25 lojtar afërsisht shumë barabart, sot kemi los një neshën pa 3 lojtarë titularë dhe nuk kemi pa asnjë ndryshim në fushë. Kundër Apollonisë kemi loz kundër me 3 mungesat, nuk kemi pa ato mungesat në fushë.
Por për mu nuk ndryshon ai goli fundit, unë mendoj për Kupat e Evropës, 4 vendat e para dhe isha shumë kënaqur. Mirë, tani është momenti që të ndjekim kronikën e ndeshjes së luajtur në Loro Boriçi me rezultatin 5-1 të fituar nga Vllaznia kundër Skënderbeut. Sigurisht autori i një pokeri golash ishte edhe Ardit Hoxha. Shohim kronikën dhe kthehemi në studio më pas edhe një lidhje Skype me donatorin e Vllaznisë, zotin Alban Xhaferi. Vllaznia marshon me hap kampioni, feston me të drejtë titullin simbolik kampion dimri një javë përpara fundit të vitit. Përballë Skënderbeut duruan spektakël ofensiv, ishin thjesht të papërmbajtshëm, duke dominuar kundërshtarin në çdo aspekt dhe duke lëshuar një sinjal të qartë të gjithë rivalëve. Ky është një sezon ndryshe, ku kuqe blut kërkojnë minimalisht pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. As titulli nuk është kurrë tabu në Shkodër, por drejtuesit e klubit nuk dëshirojnë të shpërqendrojnë një grup të ri, por që i ka të gjithë kartat për të rivalizuar me çdo që kërkon të zbret nga kreu. Trajneri Bërdarit shpërgëdel këtë herë Ardit Hoxha, autori një poker golashi. Vlonjati ishte thjesht fantastik në këtë takim. 37 sekonda lojë mjaftuan ekipit shkodran për të kaluar në avantazh. Me Imerin që insistoi deri në fund, duke zhblokuar sfidën dhe duke dhënë Vllaznisë një bonus të madh. Gjërat shkuan keq për ekipin e Amataj, teksa në minutën e 15 detyrohen të bëjnë pas shërbimet e Ditmar Bicaj, i cili larguan nga fusha lojës me Barel si pasojë një dëmtimi. Vllaznia shtoi dhe më shumë presion në zonën e Skënderbeut. Në minutën e 35, Ardit Hoxha 2 fishoi shifrat me një finalizim të denjë për goal line, me topin që kaloi plotësisht vijën fatale për gjyqtarin e takimit. Sulmuesi Vlonjati ishte protagonisti kryesor pasi në minutën e 42 realizoi dhe golin e dytë personal dhe të tretin për Vllaznin. Historia nuk ndryshoi as me fillimin e pjesës së dytë, praktikisht luhet me një drejtim. Në minutën e 53, Hoxha i dërgoi sërish top në rrjet. I pa shqetësuar në zonë, goditi fort duke realizuar golin e tretë personal dhe të katërtin për Vllaznin. 7 minuta më pas, Hoxha kompletoi sfidën e tij perfekte. Realizoi pokerin e golave ndërsa Shkodran shijuan golin e 5. Skënderbeu përpoq të reagoi për golin me Mensa në minutën e 62, vlen thjesht për statistika, duke sigluar shifrat përfundimtare në 5-1. Një fitore e madhe në shifra për Vllaznin që shton dhe më shumë presion të ndjekësit. Ky është konfirmimi i radhës se janë ata ekipi për të mundur. Mirë, do të kemi tani në lidhje me Skype dhe donatorin e Vllaznisë, zotin Alban Xhaferi. Xhaferi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Sport News Plus. Kam drejtori sportiv të Vllaznisë, Matkon, sot në studio dhe e pyeta ngacmova pak më parë për Vllaznin, për objektivat që ka dhe më tha që po shikojmë për Kupat e Evropës dhe do jem shumë i kënaqur. Ju shikoni më larg se kaq? Matka është në rregull faktikisht sepse objektivi minimal që kur kemi kriju skuadrën kjo është që të kapim Kupat e Evropës, por normalisht skuadra po performon mirë dhe ne kemi kap të shi në fund sezonit, domethënë jemi kampioni dimrit. Dhe normalisht jemi në një situatë se kemi marrë atë objektivi maksimal. Kështu që absolutisht si Vllaznia është emri i madh dhe do luftojnë gjithmonë për titull, gjithmonë për kupa, dhe ne jemi brenda objektive. Si të marrim titullin dhe si të him kupa brenda objektive jemi. Kështu që ne do kërkojmë më të mirën. Në momentin që morë drejtimin e Vllaznisë, e kishit menduar që do të arrinit kaq lart dhe sigurisht me këtë diferencë pikësh do ta mbyllnit si kampion dimri? Shiko, ne që në fillim, që kur kemi bërë marrëveshjen me bashkinë për Vllaznin, normalisht ne kemi hyrë për të ofruar një standard të ri tek futbolli në Shqipëri dhe për të bërë një ndryshim, sepse Vllaznia para shumë viteve më përpara nuk kishte ato rezultate që e presin, bile ishte madje shumë dobët. Dhe ky ka qenë objektivi jon kryesor që të bëjmë një reformim të ekipit. Dhe janë marrë pothuajse 16 lojtarë, gjithmonë duke ruajt harmoninë të ekipi, ndoshta edhe periudha e bojkotit e ka ndihmuar ekipin për të konsoliduar dhe për të lojtarët për të ndërvepruar më mirë me njëri tjetrin. Plus që ne patëm një bonus që gjatë periudhës bojkotit gjithë lojtarët kaluan edhe Covidin dhe kemi hyrë garë mendoj me ato cilësitë më të mira teknike që skuadra pastaj i prezantoi në fushë. Kështu që besoj se jemi brenda objektiva, jemi në një situatë shumë të mirë, por njëkohësisht duhet rrimë edhe me kam tokë
që mos të kalojmë në eufori dhe të amojmë këtë rezultat dhe të vazhdojmë për kundër të një objektiva, sepse duhet të theksojmë se kampionati është akoma nuk ka kap gjysën, kështu që ka shumë ndeshje, ka shumë lojë, ka shumë kompeticion, gara çdo ditë më tepër bëhet më vështirë dhe të ecim gjithmonë duke marrë ndeshje për ndeshje, garë për garë, gjithmonë duke presuar çdo skuadër e cila për mua është konkurruese e denjë kësaj ligjet. Mirë, Matko, meqense e kemi në studio do ta pyesim më specifikisht për ndeshjet, lojtarët e të gjitha këto, por ti meqense ke në dorë buxhetet, sa do të jetë buxheti që do t'i akordosh, do t'ia vësh në dispozicion Matkos për merkaton e janarit, gjithmonë nëse objektiv është titulli kampion. Dhe ne kemi hyrë merkatet tashmë dhe po shohim gjithmonë për lojtarë të cilat do të përforcojnë disa raporte që ne kemi mungesa ndoshta tek pjesa e stolit. Kjo është edhe objektivi kryesor, nuk kemi ndërmend të krijojmë një ekip të ri në merkato, domethënë ne do ruajmë bazën, sepse gjërat po shkojnë mirë dhe nuk ka asnjë arsye më tepër. Lojtarët kryesorë po shihen se po performojnë mirë, por normalisht unë do të mbështes ekipin gjithmonë për ta konsoliduar, për të rritur cilësinë e tij. Dhe do jem mbrapa ekipit për çdo gjë. Dihet gjatë kësaj kohe ne kemi vendosur disa bonuse herë pas hershme për arritjen e rezultateve pozitive. Kështu që besoj se ekipit nuk do t'i mungojnë kjo gjë, do ketë mbështetjen e bashkisë, sepse ekipi siç dihet është në pronare është bashkia, ajo ka pjesën e vet të buxhetit kryesore. Kështu që unë jam mbrapa ekipit, jemi mbrapa tyre për t'i mbështetur në të gjitha aspektet, duke përfshirë aspektin financiar, për të plotësuar gjithmonë kërkesat dhe për të vazhduar në këtë ritëm. Mirë, dhe një pyetje të fundit, për sa i përket shitjes së aksioneve, si po shkon procedura e shitjes së aksioneve, sepse afati fundit është deri me 31 dhjetor, për të çliruar një herë mirë nga bashkia. Ja, domethënë nuk ka afat 31 dhjetorin, afati i fundit sipas ligjit do jetë 31 qershori për gjithë klubet, që nuk ka vetëm për Vllaznin. Por besoj se do jetë një procedurë që do vazhdojnë në fillim vitit, sepse ka pas disa hallka që kanë kalu pjesën e Këshillit Bashkiak. Gjithashtu edhe prefektja ka vendosur normalisht për legjitimitetin e këtij procesi. Kështu që do të jetë një vazhdimsi që do të jetë të shindorën e bashkisë, e cila do të vendoj fillimi i janarit do të jetë vazhdimi i procedurave për të privatizimin e Vllaznisë. Mirë, urime dhe suksese në vazhdim dhe gëzuar festat. Faleminderit që ishe pjesë e Sport News Plus. Faleminderit dhe gëzuar festat gjithëve. Suksese. Faleminderit. Mirë, Matko, kthehemi dhe flasim disa përforcime tha përmendi në fillim të janarit. Bërdarç thotë që kam 20 lojtarë në dispozicion, vetëm po patët ndërmend që ta dublikoni, të bëni 2 ekipe. Shife, çdo njeri që mendon në janar do sjell një gjë edhe do ndryshoj komplet kampionatit e do gaboj. Pse? Tu gjithë jemi bashkë shumë vjetë brenda futbolit. Në janar, pse një lojtar i mirë do jetë lirë? Ka një arsye? Nuk ka. Ose do ketë probleme me klubin disiplinore, ose nuk do lozi ke klubi ku ishte ardhë, ose ai klubi ka mundësi do ketë probleme financiare. Tashi, në merkato janarit është një specifik, shumë vështirë. Do sjellësh një lojtar, mu nuk njëjtë, tashi afërsisht 300 mesazhet në ditë mi vjen nga bota futbolit për një lojtar. Nga Afrika, nga Kanadaja, nga Amerika, nga nuk baj mend nga çfarë shtetet. Unë çdo të lojtar e shoh, kontrolloj sa mi ranë sy nga filimi, është interesant ne apo ne për ne, por se do sjellim një lojtar nga Afrika, një muj duhet ati personi atje është 35 gradë, tu kene është të shi 10 gradë, a i duhet një muj vetëm do kap ritmin, vetëm do ambjetohet në ushim, do ambjetohet në temperaturë, do ambjetohet në trenierin, do ambjetohet në fushën kustrëvitim, është shumë vështirë. Jemi shumë kujdes me merkaton, do mbojmë shumë pak, unë mendoj 3 ndryshime, e kemi... Në cilin repart më shumë mendoj të bëni ndryshime? Në çdo repart, mbrojtje mes fush sulm. Por çdo gjë varet edhe nga lojtarët
kemi bërë një diskutim dje gjithë bashkë, çdo lojtar pa kënaqur që ne më mirë do gjej një skuadrën tjetër ku do lodh, ku do jetë kënaqur, ku do jep maksimumin vet, se rike ne edhe është i pa kënaqur. Pse deri tani nuk kemi luks do shohim një individ, vetëm kemi mundësi do shohim skuadrën, se për momentin vetëm shohim skuadrën na se intereson, edhe skuadrën e fundfare na sjell rezultatet. Admuqa, të ka surprizuar kjo vllaznie këtij sezoni? Po sigurisht kishim kopa e pa vllaznin në këto pozita, duket që ka një organizim shumë të mirë, sepse kishim dëgjuar vetëm probleme nga vllaznia, shumë zhurmë në media, shpesh edhe në për kronikat e zeza, sigurisht që vllaznia këtë vit është shumë ndryshe nga herët e tjera. Organizimi është pothuajse perfekt, rezultatet janë shumë të kënaqshme. Sigurisht do shohim dhe kur vllaznia të ketë rezultate jo të mira, se si do reagojë, sepse ambientin Shkodër nuk është se është aq i qetë, sa që duket në këto momente kur ka rezultate të mira. A duhet besoj vllaznia tek titulli pra të fokusohet, le të themi, te titulli kampion, sepse Matko tha që edhe te Kupat e Europës të kënaqur jemi, pa duhet ta ketë fokus kryesor titullin kampion? Matko dhe gjithë stafi vllaznisë sigurisht nëpër media kështu do flasin, po brenda vetes tyre dhe brenda grupit, familjes tyre e mendojnë edhe titullin kampion, pa diskutim. Patë mundësi ta shikosh takimin me Skënderbeun, një fitore tenistike 5-1. Dhe ajo që bëri përshtypje ishte dhe lojtari i ndeshjes, Ardit Hoxha, që shënoi një poker golash. Pas më shumë si kronik, sepse kemi thonë shpeshherë që janë bërë gjithë ndeshjet në një orar dhe shumë po, vërtet shumë të ngjeshura. Nuk e pas vllaznin që domethënë mua pëlqen shumë ta shikoj, sepse mënyra se si luan për shembull i përshtatet dhe asaj filozofisë time për sa i përket mënyrës lojës, edhe më pëlqen. Por nuk e parë sepse gjithmonë po shohim disi ato ndeshjet më kryesore, domethënë që janë disi më të forta. Pak a shumë u dinte që vllaznia do fitonte kundra Skënderbeut, por nuk ma merrte mendja me këtë rezultat kaq të thellë. Domethënë vllaznia është një ekip që domethënë dita ditës na e ka mbushur mendjes që është ekip që do vazhdoj shumë lart. Mënyra se si luan, e kemi thonë shpeshherë, ka dorë trajneri e klubi në përzgjedhje dhe të gjitha. Domethënë është ajo që thot Ikli, që është bërë një organizim perfekt. Unë e dëgjova edhe trajnerin mbas ndeshjes kur e pyetën gazetarët, tha mund bëja 2-3 ndryshime, tha, dhe pak a shumë ishte kjo që tha Matko, që mund të largojmë një lojtar që nuk ka dëshirë, sepse mendon që të jetë pjesë e lojës, por që po të shikosh edhe intervistat janë shumë racionale, shumë të kujdesshme, edhe të trajnerit dhe klubit përgjithësi, sepse gjatë gjithë kohës i mshojnë fort pjesës së grupit, pra nuk e prishin si strukturë, si grup. Domethënë këtë lloj harmonie që e kanë arrit në sajt punës, në sajt të intelektit, të trajnerit dhe të Matkos apo të gjithëve me radhë, nuk duan ta prishin me duart e veta. Normalisht edhe unë po tisha në atë ekip, nuk do bëja fare. Domethënë përgjigjja ime ka shik gazetarëve do ishte nuk bëj merkato fare. Domethënë unë do ta marr këtë grup ashtu siç është, sepse ky ka treguar që ky grup do eci shumë lart dhe i ka gjithë shanset për të ecë. Por duhet pa dhe ndryshimet domethënë që do psojnë ekipet e tjera. Për shembull Partizani po ngrihet si lojë, apo edhe Kuksi ka lojtar shumë të mirë që do të shikojmë gjatë rrugës se si do ecin në raport me vllaznin, sepse jemi në diskutim me vllaznia. Mirë, përveçsisht lojës së bukur dhe të hapur që zhvillon vllaznia, nga ana tjetër shikojmë që ka dhe një shpërndarje shumë të mirë të golave dhe të protagonizmit të çdo lojtari. Dunga, Ardit Hoxha, pra gjithë në një farë mënyrë e kanë gjetur golin. Dilaver Dunga, Ardit Hoxha, Dilaver 4, Dunga 4, Ardit Hoxha 6, Da Silva 2 golat. Funksionon shumë mirë. Krijojmë, kam përmend edhe përpara, ne kemi humbur neshin kundër Kuksit 4-2, po ne kemi shku 40 herë në zonën fundit Kuksit. Kemi kriju shumë rastet. Edhe sot realisht kishim bërë edhe 2-3 gola. Dilaveri sot nuk ka shenu golën, por ka hap 3 herë
pozicionin vetë me levizje ati shumë intelektuale, ka levizje zgjuar, por hap një vend ku Ardit Hoxha do vinë nga plani dytë, se ne kishim planifikuar Skënderbeu do përqëndrohet ke Dilaveri si gole shënusi më i mirë ke ne, por kanë hap shumë hapësira për sulmuesin dytë. Shumë gjonat që shofim në fush është ideja që kemi sjell nga doma që kemi punu në stërvitje dhe që kemi bo video analizë çdo kundërshtarit. Edhe kryojmë një volum lojes, sot ishte 5 kundra Polonisë, në vërtet ishim pak nachur me sulmin, se kemi kriju Austrisht 5-6 raste, nga 5-6 raste vetëm një gol, edhe ai gol ti nuk jep siguri kundër një kundërshtarit si Kuksi, Laçi, Tirana, Teuta apo Partizani. Një gol sigurisë shumë vështirë do mbash deri në fund neshjes. Për to jam sot unë edhe stafi teknik shumë kënaqur pse kemi shënu 5 gola. Mirë, me qënë se jemi në prag të merkatos janarit, e cekët dhe pak më parë që ndoshta ka dhe lojtarë që janë të pak naqur, dhe mediatikisht të pak të ka qarkulluar lajmi që mund të ketë edhe largime nga Stoli Vllaznis. Cilët janë këto lojtarë që ndoshta ka shfaqur pak kënaqësi apo nuk kanë dëshirë që të jenë më pjesë e Vllaznis? Dy lojtarë kemi e gjetur marrëveshje me ata. Sidorenko ka baru kontrata, nuk do jetë më pjesa Vllazniet. Lojtari dytë është Elmir Lekaj, një çun shumë i urtë, shumë i mirë, ka meritu. Kemi la lojtarin i lirë, do e gjej një klub tjetër, edhe kemi ndihmu, do e gjej një klub tjetër, ai ka firmos për një klub në Superligën Kosovës, është një lojtar 20 vjeç, pa tjetër se do ketë hapësirë në Kosovë, do jetë shumë mirë për të lojtarit. Lojtarët tjetër deri neshjen fundit kundër Tiranës nuk ka mundësi do publikoj. Mirë, kemi dhe një lajm të bujshëm për 2 afrime, një ish të kombëtares dhe një lojtar që është aktiv ende në kombëtare, Azdreni dhe Bekim Balaj. Për Bekim Balaj kam shpjegu, ishte një mitësi donatorit me Bekimin, edhe ai donatori e para është një nga tifozët më të madh Vllaznis. Kishte një bised si miq, jo si një bised puno, se Bekim ka kontrata atje Kulos për momentin, edhe nuk kishim mundësi do sjellim Bekimin në Shkodër, por ai tjetri, Lulaku, është për i hapur për negociata? Po, është i hapur, edhe për momentin bisedojmë. E keni kontaktuar, pra? Po, pak tjetër. Si është mënyra më të mirë do sjellim në ekipin jonë, por mos prishim balansat brenda ekipit. Pa tjetër, ai është një lojtar me kaq shumë eksperiencën, edhe besoj edhe në një mosh, flas mendimin tim edhe mendimin stafit, është një lojtar që ka mundësi do na ndihmoj. Por brenda objektivat financiare klubit, që kalojmë të objektivat pastaj nuk kemi mundësi. Nuk është, ne kemi piketu edhe 2-3 lojtarët e të tjera, por afërsisht me një çmim që kemi mundësi do sjellim në klub. Mirë, fatë është edhe fakti që Vllaznia luan në një fush shumë të mirë, si që është Loro Borici që i përshtatet dhe lojës së Vllaznis. Do ta shikojmë Vllaznin ndoshta edhe në takimet e tjera që do ketë transferte të vështira në terrene që mund ta quajmë me plot gojën, që i kemi parë sot dhe që janë në kushte mizerabël. Para 3 javë kemi lozë kundër Kastrioti 0-3, keni harru shumë shpejt. Do vazhdojmë me të njëjtën ritëm, pra. Po, patjetër. Nuk është faktor fare fusha. Fusha në fjerë para 3 ditë ishte në gjendje jo skandaloze, po ishte shumë keq. Fusha edhe sot në Loro Borici nuk ishte kaq mirë si duket në ekrani, se ka 7 ditë nuk ka pushu shiu as një sekond, është shumë vështirë. Kemi adaptuar në çdo lloj fushët. Edhe në fund fare që ne fushën që kemi për stërvitje është në një gjendje shumë turpshme në krasimi që jepim në fush. Edhe këto do jetë një nga primare klubit, se riun edhe një vit këtu do jetë primare një fush
futbolit vetëm për ekipin parë Vllaznisë, se për momentin ne nuk kemi një fushë i jonë, ku menaxhojmë vetëm ne fushën, edhe asnjëri nuk prek këto fushën. Për momentin jemi në një fushë ku përdorin edhe ekipet e tjera. Por çka kam përmendur edhe përpara, ka 7 ditë nuk ka pushu shija, asnjë ditë në Shkodër është pabesueshme. Mirë, kështu do jetë gjithë dimrit, me rreshje shiu, këto probleme, me fusha që nuk janë në ato kushtet e tyre optimale, por Vllaznia surprizë këtë sezon, profesor. Dhe nga ana tjetër edhe me këto afrimet që përmendin në merkato, do të jetë e frikshme. Që është natyrshme, në rast se do të vëmë një balancë me Vllaznin që ishte përpara disa kohësh, me Vllaznin sot, ka një ndryshim të madh. Por ama duhet pranojmë një gjë. Këto janë ekipe që janë tamam më shumë, ku i shihni se janë tretur, mos kujtoni se kam vdekur. Këta janë ekipe që kanë një traditë, që në themel, dhe kanë një fanell që si do që tjetë puna, ajo fanell thith. Dhe e mira Vllaznisë është që dal nga dalë, se kuptohet është prapë largë ndoshta prishmërisë të Vllaznisë, që mendojnë spektatorët ndoshta të këta, teknikët që udhëheqin sot Vllazninë, por ama ka një gjë të mirë se hap mas hapi Vllaznia po merr fizionominë e vet. Dhe po ta marrësh në fushë, ta shohësh ekipin e Vllaznisë, pa e ditë që është Vllaznia, ti thu, ky ekip më ngjan me lojën e Vllaznisë. Domethënë, Vllaznia po krijon një kontur të vetën, një lojë të vetën. Sigurisht sa vjen dhe i vështirësohet, mbasi tashti Vllaznia nuk është një sensacion apo një zbulim. Vllaznia është, dhe duke qenë se është të gjithë ekipet që ka rival, do t'i shtrëngohen. E para, e dyta, mënyra se si luan Vllaznia, megjithëse Matko tha që ne dham provë me Krujën, diku ku ishte fusha keqe. Po sigurisht, dakord, që edhe ajo për derisa luan futboll është në këto nivele, edhe do kaloj, por Vllaznia nga mënyrat, kuptohet, nga këndvështrimi im, nga mënyra se si luan, e kanë qitë më të vështirë se sa ndonjë ekip tjetër, se kërkon të luaj, kërkon që të hapi futbolin. Edhe sot, Vllaznia pati atë ekip që pati, do më thonë në ato nivele që është, se të ashtë e dim se aty është Fjeri, por kishtë avantajin që si do që të ishte puna, prap ishte fusha më e mirë se të gjithë fushat tjera, që kur thot Matko që llogarit prap dhe ajo si ishte aq e mirë, kur pash ato fushën nuk e di ku ishte Mbalsh. Balc ka qenë, Balc. Që ngeci topi aty e gjujti një që po hynë të mrenë, ndesë më historinë që ndodhë. Çuditëra shqiptare. Profesori ka drejt në kjo, sepse kur është fushë e keqe, barazohet i miri me të keqen. Po, fusha keqe me doptin. Fusha mirë e hap lojën. Vllaznia, do të thonë mënyrën se si luan pas poshtë, ndryshon kraun, mundohet ta qarkullojë. Jo, më kot ja bëra pyetjen Matkos për favorin që ka dhe fusha. Pastaj Vllaznia, gjithmonë, çfarë mund të shohim ne nga jashtë, më duket se ka fitu dhe një armë që është shumë themelore në futboll. Ka fitu në futboll atë që i themin e Kavalier Ligun. Po të shohësh Vllaznin, kanë ego profesionale dhe s'kan ego të goli. Do më thonë, se cili prandaj, kjo është edhe ajo që janë shpërnda golat. Se ata janë shumë kavalier me njëri tjetrin. Shpirti grupit, jo individualiteti. Me qash duket, vjen nga harmonia që kanë me njëri tjetrin edhe se edhe kjo nga njerë bëhet një pengesë shumë e madhe për ndonjë ekip. Ti edhe ku shofish të shi ekipët që kanë dalë kampion, nga ekipi fundit Kuksi ishte një super lojtar për Europej që ka shënu 36 gola në një sezon. Por Partizani ka dalë kampion me një grup, me një ekip ku individi nuk ishte në fush. Partizani ishte me ca lojtar për para në sulm që ka shënu shumë gola, por nuk ka dalë kampion. Partizani ka dalë kampion me Mala Bardin edhe Asani, nuk ka dalë me një lojtar ekstra klasës. Tirana vjetë ka dalë
prap kampion me një grup, jo një individ. Okej, ishte ngo atje, por nuk ishte ai ngo që nuk ka shumë golat do sjell Tiranës titullu kampion. Këtu mendoj edhe unë të viti kemi ndërtu një super grup, një super grup edhe në to grup të pëlqen ku shufisht të çunat edhe në fush, pse ata vërtet kanë qef do dalin në fush edhe do lozin futbol. Sot shofisht to kohë në ora 1:30 stadiumi komplet bosh, gjithë çdo gjë gri, është nuk dali vetëm do flesh gjumë edhe do shofish një film në televizor, nuk jo do lozish futbol. Po to çuna dalin në fush edhe me gjithë qefin dalin atje edhe jo japi maksimum e argëton në fush. Jo, do barojmë punë edhe do ikim në shtëpi. Është vërtet një grup deri tani shumë mirë. Kompakt dhe solid. Një nga gjërat më të rëndësishme kjo është se si një trajner apo një klub fut harmoninë brenda grupit, edhe fut edhe dëshirën, atë që përmend Matko. Dhe shumë e rëndësishme. Grupi nxjerr pa individet. Unë kam thonë të shpeshherë që grupi nxjerr pa individet. Do të thonë një individi të jetë protagonist, por të jetë grupi, sepse duke qenë që është futboll, dy njimet veta, e nxjerrin pa vetë grupi naturalisht e nxjerrin pa individin. Mirë, folëm për favoritët për titullin kampion, për Vllaznin, por Skënderbeu me këto ritme duket se ka shumë të vështirë qëndrimin në Superligë, apo jo Almuça? Po sigurisht, Skënderbeu pas shumë vështirësi, javë të fundit, sidomos dhe me këto rezultate, skuadra bie dhe moralisht, se nuk është njësoj, mund të rrifesh, mund është nga Vllaznia 1-0, po ndryshe është kur merr një 5 gola, ndikon dhe për ndeshjet e ardhshme. Dhe në qoftë se Skënderbeu dhe Apolonia do fillojnë të humbasin, mendoj që do i prishet pak bukuria kampionatit, sepse do bëhet si sezoni i kaluar ku dy skuadra shumë herët e siguruan daljen nga kategoria. Edhe një gjë me Iglin, se ai Skënderbeu në momente ku shofish live në stadium jep shenjat shumë mirat, por a ka mundësi do durosh me këtë skuadrën 2-3 vjeç, pse vërtet ishin shumë interesant. Kanë ca lojtarët shumë interesant brenda skuadrës që ti japin, në një moment japin, nuk besosh do të jenë rezultati është 5-0, por ata japin, e shofish në fush kanë një cilësi, por e shofish nga larg shumë pa eksperiencë. Por a do jetë mjafto për Skënderbeu do rinë në kategori shumë vështirë. Ja, do të shikojmë për pjesën e mbetur të sezonit, ndërkohë ne folëm në fillim të programit për largimin nga pankina të trajnerit Skënder Gega, po le të shikojmë të përmbledhur çfarë solli këtë tronditje në pankinë, një fitore 4-1 e Partizanit me merit të plot kundër një rivali direkt. Shohim çfarë ndodhi në Elbasan Arena dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Në futbollin shqiptar këtë sezon do lërat të shohësh një sfidë të bukur në çdo aspekt. Futbolli por rast të përshënime lumë golash, e tillë ishte pa diskutim sfida Partizani Kuksi. 5 gola të shënuar, raste, emocione dhe në fund ata që fesojnë janë të kuq të kryeqytetit. Ilirdare triumfon sërish përballë Skënder Gegës, këtë herë në distancë. Partizani thyen për herë të dytë verin dorë, këtë herë me rezultatin e thellë 4-1. Në duke një rezultat i tepërt në një ndeshje ku Kuksi bëri më shumë se kaq, mbi të gjitha në pjesën e parë ku mori shpejt kontroll në lojës. Eze në minutën e 12 i pa shqetësuar në zonë nuk arrin të ul topin në kuadrat. Partizani u kundërpërgjigj me malin që brenda zonës lëvizi bukur, por e majta atij shkoi mbi travers. Eze bë me dhimbje kokë trajnerin Gega, teksa në minutën e 29 tregohet i pavëmendshëm, duke mos përfituar nga një keq koordinim ndërmjet Alban Hoxhës dhe Bitrit. Kuksi vjen të shtynë në gjysmëfushën e Partizanit, por as gashi nuk ishte i saktë në finalizim. Në momentin më të mirë të verit lindorëve, Partizani ndeshkoi me një aksion fantastik, i ideuar nga Jurgen Bardi dhe i finalizuar nga Yasir Hasani. Me avantazh në një gol, të kuj shkuan më të qetë në dhomat e zhveshjes, tërsa pjesa e dytë nisi me njëherë me gol. Hasani krosoi fort në zonë, aty ku Bitri me kokë fitoi duelin ajror duke dërguar top në rrjet. Kuksi nuk u dorëzua dhe shë më shumë drejt portës Alban Hoxhës, por janë të pafacin në minutën e 62, ku godita e Leras u devijua nga Bitri. Sërish në momentin më të mirë të Kuksit, Partizani ndeshkoi thuajse me një skem fotokopje nga godita e dënimit, por këtë herë ai që shtyu topin në portë në boshatisë u ishte Jurgen Bardi. Perlendorët u mbasin qetësinë dhe në minutën e 77 shkaktoi një 11 metrash i fituar nga Tedi Cara. Nga pika bardhë e penaltis, Mala u treguai sakt duke dërguar shifrat në 4-0. Në fund në minutën e 90 kishte kohë për një tjetër penalti, këtë herë në favor të Kuksit, të cilin ekzekutoi sakt Ibrahimi duke sigluar shifrat në 4-1.
Besoj për Kuksin e zaurua, foli dhe presidenti Nderi, tani është momenti që të flasim për Partizanin, edhe Partizani nuk e prisnim që të kishte këtë vjushmëri, edhe këto rezultate, për shkak të problemeve që kishte në fillim të sezonit me blokimin e Mercatos që ende nuk është zgjitur. Partizani ka ardhur duke e rritur lojën, nuk është se është e dukshme, mendoj, por që sot ka qenë disi lojë e ekuilibruar, nuk mendoj që kjo ndeshje, po t'ja heqësh golat dhe ta shohësh si ndeshje, mund të thush diçka me një rezultat minimal, mund të ketë fituar për shembull Partizani me një rezultat minimal, por po ta shikosh për shembull lojën, edhe Partizani ka pas probleme, domethënë është rregullu disi si ekip, është i çik më në ekuilibër, është bërë Asani gati, si që është një lojtar me shumë vlera, flas. Dhe ky ka biles Asani dhe Bardhi edhe Male kanë qenë lojtarë që kanë bërë diferencën ke Partizani fillimisht, po edhe në lojë. Dhe këto kanë vendosur edhe atë rezultatin që Partizani fitoi ndeshjen sot, por që edhe Kuksi ka pas mundësi për ta kaluar lojën. Dhe mendoj që këto lloj ekipesh dhe këto lloj lojrash është si të shfrytëzosh ato momentet që të jep loja dhe mund edhe ta fitosh ndeshjen. Për shembull, mund të shfrytëzosh gabimet e kundërshtarit ose mund të shfrytëzosh ato aftësitë tua si lojtar, por që për mendimin tim, pavarësisht se rezultati ka qenë 4-0, disi ekuilibruar. Por Partizani në momentalisht i duhet rezultati dhe rezultatet do ta çojnë drejt një anë psikologjike të mirë dhe do ta bëjmë pse jo dhe do ta bëjmë dhe konkurrent fort, sepse Partizani nuk është se unë kam thënë para se të filloj kampionati, kam folë diçka për Partizanin, por që se po dukem sikur jam tifoz i Partizanit, thjesht po diskutojmë, se më kanë kacmuar shumë edhe këtë pjesë në këto rrjete sociale, por që organika e këtij ekipit të lejon dhe të pranon që ky Partizan të eci disi më mirë se sa çka bën në fillimin e kampionatit. Domethënë, nëse i lirohet dhe Mercato, i vetmi ekip që mundet që të bëjë Mercato mund të jetë Partizani, sepse ka vetëm 4 mbrojtësa dhe Broja, për shembull, është lojtar mesfushor, është i adoptuar sepse Belica ka qenë i dëmtuar, edhe këtë ka futur në dyshën e qendrës mbrojtjes, por që Partizani vetëm nëse i lirohet Mercato mundet të bëjë Mercato, mund të marrë edhe lojtar normal, që të paktën të ketë dhe zëvendësues, sepse Partizani ke linja mbrojtjes nuk ka si lloj zëvendësuesi. Edhe këto futbollistët që i ka, domethënë i ka me pikatore, po themi, dhe këto ndeshje të bëjnë edhe diçka tjetër që duke luajtur të mërkur të shtunë ose të mërkur të diel, lojtarët ndjehen disi të lodhur dhe shpeshherë duhet të bësh rotacion që të japësh kohë lojtarëve dhe rekuperimet që mund bëjnë sepse lojtarët dëmtohen apo mund të kenë edhe probleme të tjera. Kështu që vetëm këtu e shoh Partizani që Mercato janarit mund të jetë vetëm për Partizanin, edhe për një ekip tjetër, por që për Partizanin e shoh kështu që të jetë konkurrent dhe të jetë një ekip që të synojë titullin përsëri. Partizanin e shohim në vend të dytë, vetëm me 6 pikë diferencë nga Vllaznia, po ndryshe nga Vllaznia përtej kësaj fitore të siguruar me një rival direkt siç ishte Kuksi, 4-1, nuk është se ka ruajtur gjithmonë rezultate dhe seri pozitive që në fillim të sezonit. Partizani, nëse po e quaj me pengesën që pati që nuk mundet bënte dot Mercaton që sillte lojtar apo kishte mundësi të zgjidhte, për vetë kësaj ane, kjo pati dhe një anë pozitive, se jo të gjitha të këqijat vinë nga herë për keq. Pati pozitive në që fitoi dhe lojtarët vetët, nga shkolla vetë, nga akademia vetë, lojtarë të ri, se nuk do t'i vinte ndoshta radha 2-3 lojtarëve që luajnë të Partizani, në rast se Partizani do kishte bërë një merkato dhe do kishte sjell 4-5 lojtarë të huazuar apo të marrë nga jashtë. Kështu që në këtë po e quaj si avantazh të Partizani. Dhe duke qenë që i ka lojtarët me pikatore, i ka një pjesë lojtarë që edhe me pak eksperiencë, do të thoja që e ka zgjidhur shumë mirë dhe me pragmatizmin e vet ka arritur të marrë maksimumin e mundshëm. Kuptohet, ka dhe më mirë, po besoj që ka marrë maksimumin e mundshëm me këtë ekip që ka. Është natyrshëm, ky është një ekip që ashtu siç fitoi 4-0 me Kuksin, në 4-1 sa fitoi me Kuksin sot, ashtu mundet edhe që donë me një ekip tjetër, se nuk është akoma shumë i konsolidu. Po me pragmatizmin e vetë mendoj që ka bërë
ka bërë deri në këto momente është që merr notë pozitive. Almuqa, çfarë duhet Partizanit për të konsoliduar veten dhe ta rendisi si pretendent për titullin kampion? Në merkaton e janar, gjithmonë nëse do të ketë një vendim për zhbllokim të merkatos. Partizani ka shumë nevojë për lojtar, për të rritur numrin e kontingjentin e lojtarëve. Sigurisht që lojtar normal nuk mund të marrë lojtar cilësor që bëjnë diferencën, sepse kampionati është i gjatë, ka dhe dëmtime, ka dhe lodhje ngjeshje e ndeshjeve çdo 3 ditë. I dëmton në këtë aspekt dhe mendoj që Partizani në qoftë se do kishte pasur mundësinë në fillim të bënte merkato, duke pas parasysh që ka dhe një ekip të dytë në kategori të parë që e ka në shërbim të ekipit të parë, besoj që do kishte një ekip shumë konkurrues, shumë më të mirë. Po të shikojmë të gjithë Kuksin, Partizanin, Tirana, ekipe që ndjekin Vllaznin, shikojmë që kanë pasur oscilacione, ulje ngritjet e veta, ndryshe nga Vllaznia që ka pasur vërtet një ecuri pozitive. Për garën për titull, cili nga këto rival ndoshta ju ngacmon më shumë në këtë garë? Gjithë nga ditë parë, gjithmonë njësoj skuadrat janë. Unë mendoj të Utëllaqin janë 2 ekipe që kanë bërë më pak merkato nga gjithë dhe mendoj janë shumë stabil. Pa tjetër Kuksi, Partizani, Tirana, këto janë ekipat me kush ne do kemi luft sportiv deri në fund kampionatit për 4 vendat e para. Ekipat nga to 6 që kam përmend, kush do bëj më pak gabimet me Apollonien, Skenderbeun, Bilisin, edhe Kastrioti do jetë një nga kryesorët për kush do dalë kampion e to kampionat, një nga ekipët që do pyeset shumë, do jetë edhe ekipi Kastrioti. Kush do bë më pak gabime me to 4 ekipat, unë mendoj ai do fitoj kampionatin. Bërdarë që përmendi Laçin si ekipin më të vështirë. Është Laçi, jo pjesa parë, pjesa dytë është ekipi i vetmi që kanë kriju super problemet edhe ku kemi pa ku është ekipi jon, ku është në një pozitë defensivet si do reagoj. Edhe pa tjetër... Nështë ta për rivalitetin për Europën, Laçi. Po jo, flasë si një ekip shumë cilësor që kanë ambu në vështërsi lojën jon, nuk ishim mundësi, do zhvillojmë lojën jon që kemi ishim mësuar do lozim në gjithë kampionati edhe pjesa dytë kundër Laçi, se pjesa parë ishte absolutisht edhe përqindje topit kene, edhe rastet, edhe çdo gjë. Keni humbur 2 raste. Na thonë mund të fillonte loja në avantazh për ju. 0 do ishte shumë. Pjesa parë ishte e shkëlqyer prapë. Flasim pjesa dytë ishte pjesa më e dobët ku ka tregu edhe ca gjonat. Dhe pjesë dytë keni humbur mundësi për të shënim. Pra, për 1-0. Pra, do të thonë, jo çdo gjë në futboll të ecën si duhet, të ecën sipas fatit. Do të thonë, Vllaznia i bën Izmetin. Pavarësisht se është shumë e rëndësishme sa herë del para portës, është statistika. Pra, një ekip që sulmon shumë dhe krijon shumë raste, është ekip normalisht duhet të jetë ekip shumë i mirë. A ditë Vllaznia nuk e ndihmoi fati, vetëm kjo ka qenë. Por që ashtu e shikon trajneri që mund të jetë ekipi vështirë Laçi, ose atë moment e ka parashur. Por që Vllaznia do jetë ajo që thash fillim atë, do shkoni shumë lart. Po, prap mendoj. Më lart se kaq, vend parë. Nuk e dim ku do shkojë. Shumë edhe çik më lart. Mirë, dëgjojmë çfarë ka thënë drejtori i përgjithshëm Olsi Rama pas takimit në Elbasan Arena, sigurisht nuk mund mos ishte i kënaqur pas kësaj fitore. Unë kam kohë që presin Partizan që të luaj kështu. Biles, mendojmë se akoma nuk jemi shprehur as sot në nivelet që ne kemi mundësi të shprehemi. Megjithatë është një dhuratë e bukur pas Krishtlindjes edhe për djemtë që gjejnë satisfaksionin në një fitore me 4 gola, edhe për gjithë tifozët e Partizanit që e meritojnë një kënaqësi të tillë për mbylljen e vitit. Kemi dhe ndeshjen e të mërkurës, shpresojmë që t'i bëjmë atë para dhuratën e vitit të ri atje. Diçka edhe për merkaton, çfarë bëhet në kas? Do të zhbllokohet, do të zhbllokohet kursh? Ne kemi bërë maksimumin, presim vetëm përgjigjen e gjyqtarit të kasit. Shpresojmë vi para fundit vitit që të kemi mundësi që direkte me 1 janarit të planifikojmë edhe të bëjmë ato hyrjet në ekip që besoj do të përforcojnë edhe të 25 në ekip.
një dhuratë të fundit për këtë vit, le të themi, pyes siglin më mirë, Olsi Rama, edhe në takimin me Laçin që do të ketë. Një fitore do të thotë shumë. Po, normalisht, po edhe Laçi skuadër e fortë, me ndrimin e trajnerit, me ardhin e Durrës, dhe lojtarët, kur vjen trajner i ri, ka një karikim ndryshe, edhe besoj që dhe ndeshje fortë, nuk është e lehtë për Partizan. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndroni me ne, pasi do të kemi mundësim për të komentuar dhe takimet e tjera të Superligës. Jemi sërish së bashku në studion e Sport News Plus. Tani është momenti që të flasim për një tjetër sfidë, një përballje direkte mes dy rivalëve, siç është Teuta dhe Tirana, të cilët nuk ndanë më shumë se një pikë pas barazimit 1-1. Shohim kronikën me përmbledhjen e takimit dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Teuta dhe Tirana ndajnë nga një pikë në javën e 11 të Superligës, duke mos shkuar më shumë se barazimi 1-1 në Nikodovana. Një sfidë e shoqëruar nga rebeshi shiut dhe kushte as pak të mira të terrenit, që ndikoi jo pak në lojë dhe rezultat. Gjithsesi, ndeshja nisi me njëherë me gol, pa u plotësuar minuta e tretë. Grinta Lili surprizoi të zotët e shtëpisë duke dërguar topin në rrjet pas shërbimit, që i bëri Muçi me asistin e tij. E përsia e shpejtë e bëri malore emisionin e të besuarve të Martinit, që provuan të reagonin për të kthyer ekuilibrat në shifra, por me Tiranën në mbrojtje të avantazhit dhe me fushën as pak optimale, vendasit nuk arritën të kalojnë portierin Bekaj në pjesën e parë. Me rikthimin në fushë bardhë dhe blutën e Vil Dedes kishin vetëm një synim, mbrojtjen e rezultatit dhe goditjen me kundërsulm. Nga ana tjetër, topi qëndroi gjatë në këmbët e futbollistëve të Teutës, që pas shumë përpjekjesh barazuan shifrat në minutën e 70. I hedhur në fushë si zëvendësues, David Kaplani ndali topin në rrjet për të ndezur sërish shpresat e zotëve të shtëpisë për fitore. Për këtë, Martini spostoi të gjithë skuadrën e tij në sulm, por në fund duhet të kënaqej vetëm me barazimin. Kjo pikë nuk është për të hedhur poshtë për Teutën, që ngjitet në vendin e tretë të renditjes me vetëm 2 pikë larg Partizanit të vendit të dytë. Ndryshon diskutimi për Tiranën e abonuar me barazimet në 3 javët e fundit, që kanë zbritur kampionët në fuqi në vendin e 6 të klasifikimit. Mema, ky barazim ishte rezultati drejt duke parë dhe fushën që e përmendëm dhe në kronik dhe ka pasur dhe polemika sigurisht. Po, si lojë, mendoj që Teuta e kërkoi pasi psoi golin fillim, do mjeshtria e Muçit po themi, sepse është lojtar shumë vendimtar i Tiranës, do të ka treguar këto ndeshje që është lojtari kryesor i Tiranës. Dhe mbas shënimit golit nuk është se bëri ndonjë lojë që të fillonte dhe të kërkonte dhe goli e dytë, golin e sigurisë po themi. Por që më shumë ruajti ekuilibrin Tirana dhe ishte një moment që ja la iniciativën Teutës. Përpos sajt edhe Teuta ka ato probleme psikologjike që e po e ndjekin nga pas. Domethënë kur pash tabelën e klasifikimit, Teuta ka 17 pikë me 8 barazime. Edhe disi e çuditshme kjo pjesë, por që mendoj që loja ishte kështu shumë ekuilibruar, lojë nervash më tepër, nuk është se skuadrat ndërtuan dhe kishin një lojë ofensive të mirë, duke parë që të kishe dhe manovra në fusha, por ishte një lojë luftuar dhe mendoj që barazimi ishte i drejtë, por me pak diferencë, mendoj që ishte Teuta më mirë se sa Tirana. Tirana e vjetshme kishte fizionomi, të paktën ne krahasojmë tani Tiranën e këtij sezoni me Tiranën e vjetshme që ishte kampion dhe sigurisht pritshmëritë kanë qenë më të larta në këtë sezon, pra mbajtja e ruajtja e titullit kampion. Por ka diferenca, një fizionomi tjetër, një fytyrë tjetër e Tiranës. Se edhe ndryshimet që pati Tiranën që ikën 4-5 lojtarë, ndoshta edhe më shumë, sigurisht ato do linin gjurmë. Po mos harroni një gjë që prirja e njeriu është që gjërat e bukura mban mend. Edhe kështu që Tiranën e mbajnë mend që doli kampion edhe bëri gjëra të bukura. Edhe deri këtu dhe kemi harruar edhe gabimet që bënte gjatë rrugës. Kurse në këtë kampionat
Tiranën e gjykojmë si kampione. Duke gjyku si kampione, prishmërit janë shumë të ndaja. Dhe po të shofësh lojën dhe mendoj unë, kuptohet, nuk është momenti që gjithë të lloj transformimi të bëj trajneri i ri, Dedja që erdhi, që mund të ketë pak kohë, se është shumë e vështirë, është dhe do një farë kohë që të fusish mentalitetin e vetë, që çdo trajner të fusi atë çka ai kërkon që të bëj. Por mos harrojmë që Tirana, gjithmonë për mendimin tim, Tirana luan me imazhin e ekipit kampion dhe harron që qa stofi ka, se qa ka aty. Dhe po të shifje ndeshjen sot, Tirana s'kishe strategji, në rast se do nuk po i hy taktikë, se janë shumë profesionale, janë të trajnerit. Pa ma një strategji duhet ta ketë, dhe qarë do të tojon. Tirana pati avantazhin që bëri golin fillim. Bëri golin fillim dhe ishe 1-0. Në rast se do kishe strategji dhe do ishte e konceptuar që do luj me kontra sulmin. Ajo ka dy lojtarët, atë lojtarin Muç, ja. Po Muçi është ti, pra ne të thash profesor, në diskutimin tim, thash folja për Muçin, por Muçi do dhe suport, ha? Prandaj pra do strategji që me qënë se bëri golin, ajo mund duk që hoqi dorë nga goli dhe filloj pasaj lunde në mënyrë fragmentale. Edhe u mbështet të ndonjë aftësi individuale e X-it apo Y-it, apo këtit Muçit që po themi konkretisht, që është një lojtar që të rejt, ka pesh aty, dhe hoqi dorë nga goli në kolektiv. Se në rast se Tirana do kishte bindjen edhe do futesh me këtë lloj, se dhe Durrësi u hap. Durrësi filloi lujti dhe me 3 sulmues fare, lujti me 2 mbrojtës, me 3 mbrojtës, domethënë mund ta gjeje nga mbrapa hap, kuptohet, pengonte të fusha se ai terren nuk të lë që ti bësh gjithë këto gjëra që po them unë këtu. Po, se ka pasur dhe raste për më vjollë dhe të polemizuar, do të diskutojmë. Sigurisht. Kështu që në këtë sens do të thoshe që loja u bë fragmentale dhe prandaj dhe i la terren Tirana, i la terren Durrësi, që Durrësi aktualisht ka një ekip shumë të mirë, ka një ekip që ka trashëgu ekipin e vjetshëm edhe është më i konsolidu në këtë sens, kështu që ishte një lojë që shkonte topi dera atje ku shkonte dhe mendoj që po. Mirë, Allmuça, Tirana e këtij sezoni, a mund ta mbrojë titullin kampion apo duhet shikoj për objektive të tjera? Shumë e vështirë, ma i shumë ndryshime sa është bërë të Tirana, shumë e vështirë me mbrojtë titullin kampion. Tirana dhe në qofë se do kap një vend për Kupat e Europës, besoj që e ka fituar titullin e vetë, dhe në qofë se fiton disa lojtarë të ri që po i aktivizojnë me shumicë. Mirë, kur e shihni Tiranën në këtë formë dhe në këtë pozitë, a jeni më të qetë tani që javën tjetër keni dhe përballjen me Tiranën? Nuk ka lidhje neshja sot ne kemi mundësi të zgjerim ca segmentet e vogël Tiranës, kush e di si do jetë koha, do jetë prap shiu, do jetë Tirana çfarë dëmtimet ka. Brenda 2 ditë ne do marrim çdo informacion për Tiranën. Por nuk i ndajeni kësaj analizës me detaje pas çdo takimi. Shumë dhe të çdo kundërshtari. Shumë ka mundësi një detaj shumë vogël të sjellë 3 pikë edhe në neshën si është to sotshme, se unë mendoj to 6 skuadra që jemi, që mendoj unë jemi shumë fort, çdo detaj vogël do vendos kush do fitoj. Edhe kush do kaloj sa më letë të neshat si kemi kalu ne kundër Apollonis edhe Skënderbeut. Kush kaloj sa më pak dëmtimet, sa më pak rezultat pozitive, ai do jetë në krye tabelës. Pra, ju prisni Tiranë tjetër në përballjen? Po pa tjetër, nuk do të zi Tirana isoj si kalë sot. Nuk ka shansë. është komplet Tirana ka një stil lojes jashtë fushës, edhe në brenda fushës është çik ndryshme. është një fakt se e preku Matko, Tirana ka lëvizur shumë lojtarë brenda formacionit. Dhe po të shikosh nga njëra ndeshje ke tjetra ka lëvizje. Ka dhe lëvizje në pozicione. Por dhe ka dhe lëvizje si sistem loje. Edhe shpesherë një trajneri,
kur i bën analizën e kundërshtarit, pra siç është Vllaznia në këtë rast, nuk do të thonë më shumë do bazohet ke pikat e forta që ka Tirana, që kush do jenë pikat e forta që do mundet të veprojë trajneri. Por që shpesher ndodh që një ekip nëse se shikon kështu stabil, pra dhe si sistem loje, po dhe si ndryshime brenda strukturës vetë, është i cike vështirë këtë trajneri kur të bëjë analizat. Do të thonë, se nuk ka një piknisje, që e dim për shembull, kjo lloj Tirane ka këtë lloj fizionomie dhe se si to kundërvija mu dhe çfarë manovrash do ndjek, më çfarë sistemi loje do luaj kundër Tiranës, se të gjitha me radhë. Por që kjo është shpesher se më tepër po e prek për Tiranën, se Tirana ka, do të thonë, ndryshimet e shpeshta të formacionit, edhe ndryshimet e shpeshta të sistemit të lojës, ndoshta nganjëherë janë efikase, por shpesher mendoj unë që nuk kryen shumë ekuilibra edhe mendoj që do ketë probleme. Mirë, asne që nuk ishim teknik, ndoshta e merrim me mend se si do të pozicionohesh Tirana. Ndërsa këtë vit shikojmë që ka ndryshime në pozicion të lojtarëve. Një, për shembull, javën me Kuksin, bëri një lloj sistemi loje që ishte i vendosur me 3-1-3, mos gaboj kështu, ishte vendosur me kundër Kuksit. Po luante ky lojtari me ngjyrë një djali më sushor i vogël se harroi emrin aty. Pastaj luajti një moment danso u ndru me dikë tjetër. Domthonë ka shumë ndryshime dhe unë nuk e kuptoj këtë pjesë që këto lloj ndryshime tash i trajneri ose është i kushtëzuar sepse ato futbollista ka dhe mundohet që ti vendosi sipas filozofisë që ka në kokë, ose mendoj që ndryshimet e ekipit nuk kanë gjetur akoma qetësi ke trajneri që të përcaktoj se kush do jetë një mbështetje e stabil. Mirë, e the edhe pak më parë ishte një lojë nervash, por vetëm ndeshja e qetë që nuk ishte në këtë takim, pasi le të themi edhe këtë nervozizmin e amplifikonte shumë terreni, do të shikojmë edhe pamjet që na ofron Moviola e parë në këtë takim. Këto janë pretendimet që kanë pasur, ishin disa në fakt, por nga vendasit është ky momenti më i dyshim të minutës së 74, ku Teuta kërkon një 11 metrash pas rrëzimit të grudës brenda zonës. Pretendohet një ndërhyrje e gabuar e Hoxhallarit, por arbitri vazhdon lojën. Ardi, është apo jo penalti? Për mua unë e kam parë 2-3 herë, nuk mendoj se është penalti. Shpeshherë to sulmuesët ose sulmitarët që gjenden përballë portierit më dëshirë kanë të marrin penalti se sa të godasin portën ose të shënojnë golin. Sepse duan të krijojnë një lloj ndoshta në mendimin e tyre është që më mirë të jetë penalti se ndoshta unë po e humbas ose diçka tjetër. Unë shpeshherë shoh që kërkojnë, se kuptoj këtë pjesë, kërkojnë të vjedhin një penalti se sa të gjuajnë drejt portës dhe mund të shënojnë edhe gol. Ajo nuk ka qenë penalti, unë e pa shumë mirë. Hoxhallari në moment ka shfutur me komën e majt, mos ka bëj, dhe e ka ndaluar dhe ky ka qenë momenti që lojtari i Teutës është hedhur. Pak të unë kështu e lexoj dhe kështu e pash dhe kontakt pothuajse s'ka fare. E kam parë nga afër. Në kjo pamje dy duket pak më qartë se është penalti. S'është penalti. Po jo se ka mbështetur këmbën në tokë, nuk është se e ka prekur. Ai ka dashur ta vjedhë. Ai nuk ka menduar të godasi portën, ka menduar të marrë penalti. Ose e ka marrë topin keq, mos ka bërë. Profesor, ana po aktivizon shumë të rinj, ashtu siç e ceku dhe pak më parë Ardi, por është strategjia e duhur që po përdor për të mbrojtur titullin gjithmonë nëse e ka objektiv, por që sigurisht që e ka. Po, të si ne nuk e dim se ka objektivet Tirana. Fakti që ikën shumë lojtarë, domethënë që i la, nuk e di se si procedurës, se si e gjetën rrugën që ikën, kishte mundësi të mbante apo s'kishte mundësi të mbante, ndoshta ka strategjinë që të arrijë në kupat e Europës edhe të fitoj lojtarë, se të shti futbolli është bërë edhe kapitalizëm, është dhe biznes. Edhe duke nxjerrë lojtarë, prodhoj edhe që të rigjeneroj dhe të ardhura nga lojtarët. Mund tjetë dhe kjo strategji që e ka Tirana. Po mendoj që në rast se ka strategjinë që të nxjerrë lojtarë apo të fitoj lojtarë cilët ti qarkulloj edhe të bëhen shkas për të ardhura, është një strategji që ashtu e kanë zgjidhur,
pa ma t'ja ngullisin dhe lojtarve që ne dërë këtu jemi, dhe mos i trysnoj lojtarët dhe mos i venë në presion kajtë madhë që dilni kampion. Në kuptimin ata po dolën shumit do bëjmë dhe dalin, por me qa shofim, me këtë ekipe ka qikë vështirë dali kampion. Tirana nuk e shef veten mos si me petkun e kampionit. Më shumë e shikojnë kundërshtarët me petkun e kampionit. Por, kjo që thoni ju, kjo quhet politik klubi. Dhe politikat e klubit, ndoshta në një farë mënyre, klubi duhet thotë që neve këte vit nuk kemi pretendime. Por pretendime tona janë produkti që sjell akademia dhe ne kemi si qëllim për të promovuar lojtarë dhe për të shitur dhe për të bërë një biznes. Nuk ka absolutisht asnjë gjë. Normale, si që bërja jashtë. Por kur diskutimet janë me dy standarte, pra që neve e shikojmë edhe kampion, po shohim dhe këte, pastaj lën për të dyshuar shumë. Mirë, me që jemi tek politikat e klubit në një intervistë ekskluzive për programi Sport News këtu në News 24, Halili ka deklaruar që Tirana si duhet do të afrojë, ndoshta një qendër sulmues, një qendër mbrojtës dhe një fantazist si Ferhat Esani. A janë këto ato që i duhen Tiranës? Unë e kam dëgjuar, domethënë, por që mendoj që është një shifër e jashtëzakonshme që nuk është dhënë në futbollin shqiptar, ajo lloj shifre, edhe lojtar shumë të mirë se sa ky Ferhat Esani. Ndoshta klubi mendon për diçka ndryshe, por që pastaj do shikosh nivelin financiar, nivelin e pagave, dhe përmendi Matko me shumë drejt për punën e vllaznisë. Ka një politikë të çmimesh. Dhe neve si ekip apo si klub do ecim me ato lloj politikash, tha Matko, edhe mendoj që edhe pa thënë nga çdo klub kanë një politikë të çmimesh që e kanë përcaktuar brenda klubit që në buxhetin jonë për këtë vit do jetë X lek. Por që në momentin që dëgjon, unë kështu e dëgjova 18.000 euro në muaj. Dhe në momentin që dëgjon 18.000 euro në muaj, çfarë do bëjë lojtari që nuk ka marrë pagën? 25. Mund të jetë edhe 25 person, po unë po themi edhe 14 po tjetë. Prishën e ekuilibrat. Prishën e ekuilibrat, pra këtë po themi. Dhe një lojtar për shembull mund të ketë, tash në Shqipëri jetojmë në Shqipëri, mund të ketë 2 muaj, 3 muaj pa marrë rrogën. Tash kur dëgjoj këto lloj shifra, thotë, pastaj është ajo që thotë profesori, që prishën e ekuilibrat edhe nuk e di se si unë nuk e di se si del si lajmjer, se nuk e kuptoj këtë pjesë, sepse gjëja më e rëndësishme është që të ruash grupin. Pra ne deri tani në diskutimet tona ishin diskutimet për grupin. Pra është i gjithë grupi që luan futboll, nuk luan dot një individ. Pastaj do prishën ekuilibrat dhe do shohin gjithë këto lojtarë pastaj që pas ka këtë lloj peshe. Teutën e kemi parë, prisnim shumë nga Teuta me të gjitha goditjet që bëri në Mercato, nga ana tjetër barazimi është kthyer në mallkim skuadrës durrësake. Tani krijohet dhe anë psikologjike. Ndoshta Teutës për të bërë atë hapin e madh. Mendoj që Teuta e vuan shumë largimin e Kallakut. Ishte një lojtar që bënte diferencën dhe shumë fitore kanë ardhur prej këmbëve të atij lojtari. Mirë, tani është momenti që të flasim për takimin tjetër, atë ndërmjet Kastriotit dhe Laçit, ku Kastrioti vazhdon të surprizojë në këtë sezon të Superligës. Skuadra kujtane u kthye te fitoria me rezultati 1-0 ndaj Laçit, i cili ndalet pas 2 sukseseve radhazi. Këto janë dhe pamjet e takimit. Goli i Prodanit në minutën e 24 vendosi fatin e sfidës, ndërsa për skuadrën e Shpëtim Durrës mungon një 11 metrash i gabuar nga Xhixha në pjesën e parë. Sejdini, Kastrioti po tregon që është një kockë fort në këtë sezon të Superligës. Po, Kastriotin e pam që në fillim, që fitoj me Partizanin, ashtu pasaj si humbi me Vllaznin, fitoj me Kuksin. Do me thonë, Kastrioti duhet vlerësu nga gjithë të ekipe, sidomos të ekipe dhe që po pretendojnë për kupat e Europës apo për titull, masi Kastrioti, them unë, është një kockë e fortë dhe është një kockë që nuk hynë të ekipet që se ka ardhur nga kategoria 2. Është një ekip që kur shtrëngohet mirë, luan gati si i barabartë me gjithë ekipet. Kështu që mendoj që nga Kastrioti do jetë një Chelsea
që do hapi drynin për dalë kampiona për të kupat e Europës. Do bëhet faktor, pra, mendon, deri në fund sezonit. Sigurisht, deri në fund, Kastrioti do jetë një, dhe si që thonë dhe vetë ata, do më të paktën çka kam dëgju që ka deklaru trajneri Ndreu, do më thonë ata e kanë si objektiv të tyren, ndetin në kategorinë superiore, aty ku janë, edhe pse jo të shkojnë nga mezi tabelës. Do më thonë, mund tjeti vetë një ekip që nuk shprej asnjë pretendim të niveleve që do ikim kupat e Europës. Kuptohet, po shkoj. është pragmatist si. Po, edhe me këtë lloj mënyre, ajo do të siguroj njerë qenin kategorinë superiore. Dhe besoj pasaj që kjo do tjetë që do i hapi probleme shumë këtyre ekipeve që pretendojnë si që është Vllaznia, Partizani, Tirana. Po, ndërkohë te Laçi, menduam që u rikthye Laçi pas 2 sukseseve radhasi, ndërkohë shikojmë që u mbet me Kastriotin. Po e shikoja ndeshjen sot dhe mbasi para se të shënonte goli i Kastriotit, loja ishte pothuajse e barabartë. Nuk e kuptova mbas shënimit golit Kastrioti psoi një tërheqje që nuk e kuptova fare dhe koha ishte super mjaftueshme për cilin do ekip që luante, jo Laçi që ka ekipin e mirë, por që cili do ekip mundet të shkonte drejt e porta dhe të shënonte. Edhe pati mundësit me penalti edhe me raste tjera. Laçi nuk është se ka luajtur keq, por vetëm se shoh tendenca që me ato futbollista që ka Laçi, shoh shumë tendencë, sidomos lojën me top gjatë nga mbrojtja dhe kanë fituar edhe topat e parë, i themin edhe topat e dytë. Pra, domethënë luani nga mbrojtja në sulm, shpeshherë, luani nga mbrojtja në sulm dhe topat gjatë. Unë nuk do ta pranoj kurrë atë loje sepse nuk të sjell rezultate ajo lojë. Pavarësisht se sot i kanë pas mundësit për ta barazuar ndeshjen. Edhe po të kishin shënuar gol dhe mund ta kthenin si në favor të vetë rezultatit. Por që ai ekip mendoj që duhet të jetë më mirë, ndoshta koha jo e mjaftueshme edhe e durës, por që ai ekip i ka gjithë mundësitë që të luajë mirë futboll, ta stacionoj topin, të bëj kthesa nga krahët në gjitha. Lojtarët i ka të mirë dhe besoj që duhet i kërkojnë më shumë vetes vetë përsa i përket rezultateve, sepse edhe me këto rezultate që është, mendoj që është ke këto vëndet e para, por që Laçi mendoj që nëse do ta rregulloj disi më mirë lojën e saj, besoj që do ngjitet edhe Laçi sipër. Mirë, ngjitet sfidë direkte, por tashmë në fundin e renditjes, ishte ajo ndërmjet Bylisit dhe Apollonis, ku ballshiotët fituan me rezultatin 3-1, duke u larguar fundit. Këto janë dhe pamjet e takimit, e zgjedhur lehtë nga vendasit, një fitore që jep shpresë Bylisit kjo Igli. Por gjithsesi, shpëtimi mbetet, le të themi, një mision i vështirë për skuadrën ballshiota. Jo, skuadra e Bylisit, 2 skuadra i ka lënë fund, Skënderbeun dhe Fierin. Kje këto sheh si 2... Atëherë Bylisi do luftoj me Kastriotin, po ndoshta edhe ndonjë skuadër pretendente që mendon për Kupat e Europës, mund zbresi poshtë renditje, sepse nuk është se diferenca shumë e madhe. 11 pika Bylis, edhe 17 pika vendi 3. Ka drejt Aljanës, është dhe play-outi. Është play-outi që do ketë shumë ekipe që mund të tjenë pjesë të play-outi. Po mund të jetë ekip pretendent që mund të shkojnë play-out. Jo, për të dhënë drejt Aljanës për pyetjen që të bëri. Kurse Apollonia mendoj që me shumë buje nisin kampionatin, mendoj që shumë lojtarë do jenë në treg për të shitur, po mësoj se sfumua shpejt. Mirë, Matko e ke parë kampionatin edhe nga afër si futbollist, tani është me një këndvështrim tjetër, përveç Vllaznisë që ka shënuar dhe ka mbajtur, e tham që në fillim një ecuri pozitive, shohim që skuadrat e tjera shënojnë pak dhe nga ana tjetër kemi një ngjeshje shumë të madhe në mesin e tabelës. Kjo tregon që cilësia e kampionatit është rritur apo është ulur, duke parë që ka shumë pak diferenca ndërmjet skuadrave. Kampionati jon nga ajo dënimi Skënderbeut ka shku çdo vit cilësia ullët, por cilësia financiare, se nuk e mundësi do sjellësh një lojtar që shkon një shifër X lek edhe kaq cilësia kampionatit do jetë. Nga këto kohë ku Skënderbeu kishte absolutisht ekipi më i mirë në Shqipëri, nga këto ditë, nga dënimi Skënderbeut, shohim
unë personalisht shoh kampionatin më pak cilësor. Pse? Ku ishte Skënderbeu, edhe Tirana, edhe Partizani, edhe Kuksi ka investu shumë lek do kapin Skënderbeut. Tashi e shoh çik cilësia më i dovet, por cilësia është më i fort, më interesant kampionatit. Keni neshën çdo javë shumë e fort. Dhe risi është do të luhet deri me datë 30, pra. Le të jetim dhe një sy dhe tabelës, pra të gjitha takimet që do të luhet me datë 30, do të shohim si tur force dhe një sprint final të gjitha skuadrave. Apolonia do të luajë përballë Kastriollit, Tirana e ka ndeshjen me Vllaznin, Laçi pret Partizani, Skënderbeu pret Bylis dhe Kuksi do të jetë përballë Teutës, i vetmi takim që është programuar në orën 16:45. Pra do luhen me datë 30 të gjitha këto sfidat që do të jenë të vlefshme për javën e 12 të Superligës. Ndërkohë hetem dhe një sy dhe tabelës të Premier Ligës, është i vetmi kampionati anglez, nuk është një risi, pra ai çdo vit luan deri në fund të vitit. Liverpooli është ndalur, por gjithsesi nuk ka humbet kreun e renditjes. Kjo i jep mundësi të gjithë rivalëve të ngushtojnë diferencën me kampionët në fuqi, që duket nuk kanë ndërmend që të dorëzojnë titullin edhe në këtë sezon. Kë kam fans këtu të futbollit anglez? Të flas. Pa, jo, kush nuk është fan në futbolit anglez, s'ka lidhje me futbolin fare, pse futboli anglez është... Po, ju jeni çik të ngjashëm, loja hapur, e shkeni fushën në çdo anë. Kush nuk ka qef futbolin anglez, më mirë mos shoh futbolin fare, pse futboli anglez është për mua është... Pra unë që jam fan se Premier Ligës e pas ka mirë, domethënë. Po, patjetër. Me që se po luajmë edhe ne me datë 30, pra ndaj e lidëm, se edhe për ne është risi që të luajmë. Vetëm që me vjen keq është neshja 13:45 në Merkurën, një orar jo shumë përshtatshëm për futbolin e mes javës, as gjithë tifozët Shkodranët janë... Do luhet pa tifozë, kështu që... E di, por janë edhe në punë, edhe nuk kanë televizorët në punë, apo do instalojnë. Do ishte mirë një orar tjetër, por si e dim, Selman Stermasi mi duket ka një problem teknik me dritën edhe... Kjo puna e tifozëve ju ka sjell probleme, se mendova mos do i fusi prapë në stadium, që po ju vinte keq për orarin. Por, jo, nuk është neshja klasikja futbollit shqiptar, dy ekipet më të vjetër në Shqipëri duhet do lozë në një orar tamam, edhe në një stadium si janë të dy tradit të dy ekipet. Mirë, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme, diskutuam dhe analizuam të gjithë çka ndodhur në Superligë në këto 11 javë kampionat. Do të presim për të parë dhe rezultatet e javës së 12 të gjitha takimet që do të luhen me 30 janar. Ky është programi i fundit për këtë vit të Sport News Plus. Bashkë do të shihemi në janar, duke uruar të gjithëve festa sa më të mbara, shëndeti në radhë të parë, pasi kjo është më e rëndësishme, dhe uroj që të keni vetëm lumturi dhe dashuri në shtëpitë tuaja. Faleminderit dhe natën e mirë.